shkrujmë edhe komunikojmë, po qëllimin e kena të përbashkët. Kjo që e thash një parti me një kryetar, me një qëllim, është funksionale në LDK. Po kryetari pa leadership, në terma të rime për me, pa kryesi, edhe pa antarësi nuk në kupton kur gjo, sikur që është edhe kundër ta. E aja që unë e kom thonë du me përmenë gjithë kënë është, LDK i të kanë antarësisë vete, jo funksionarve, në tri faza ka ndodhë, Halil, ti s'paku të e kujton shumë mirë, jo njëherë, 3 herë ka ndodhë, 3 epoka, të ndryshme që LDK ka kalu për të 35 vjetë. Por tani nuk është tu çështja me bo krasi. Duhet kërkohet vot besimi, Aziri, vot besimi, shembull, Po Lumir Abdigjiku e ka afru kuvendin në kryesi, leadership. Këta të fundit? Të fundit, kërkosh ka thonë po shkon në kuvend. E ka ofruar, Abdigjiku ka thonë, hajde dalim vot në kuti? Kjo është thonë që sa ditë unë e kom përmeni, pari më dalë që kom thonë, po. E thjarë, nëse ju kolegë të dashur, burra e gra, doni me ftu kuvendin, unë jam i gati me ftu kuvendin, ftohet kuvendi. Kuvendi ftohet. A mbështesni ju Abdigjikun? 355 burra e gra që janë të zgjedhurit e LDK-s që përfaqësojnë LDK-n. Po ata kanë delegu këtë drejt të Këshilli i Përgjithshëm. Këshilli i Përgjithshëm janë 140 edhe kanë zgjedhur kryesin. Na përfaqësojmë ato politika. A mbështesni Abdigjikun? Ne mbështes LDK-n, valla. A mbështet Abdigjikun si kryetar të LDK-s? Tash mas 4 vjetë më abonë këtë pyetje shumë punina u ofendum s'paku për i teje, kuptojmë. Sepse unë jam luta e LDK-s dhe unë në raport me partinë teme në zhvillu me këtë ideologji. Po e vërtet është që ti e luta i LDK-s, por e vërtet është diçka tjetër, që kryetari i LDK-s është Abdigjiku, nuk është luta. Edhe është ideja, a është luta në mbështetje të Abdigjikut sepse shumë çka ndërlidhet në këtë, dhe shumë çka mund varet nga luta se kush mund jetë kryetari i ardhshëm. Në kuvendin e jashtëzakonshëm ka qenë kandidat për kryetarin e LDK-s, s'kam votuar për Abdigjikun. S'kam votuar për Abdigjikun. E vërtet është. Kuvendin e 19 nëntorit 2023 unë kam votuar për Abdigjikun. Por shumë më e vlefshme është kuvendi i jashtëzakonshëm për mua kur e kam dhënë fjalë publike para të zgjedhur të LDK-s që prej sotit LDK-ja është një edhe unë mbështes kryetarin e 4 të LDK-s, sikur që kam mbështet kryetarin e 3 edhe kryetarin e 2 të LDK-s, se sa vota jam me kuvendin e 19 nëntorit. Shumë më e vlefshme për mua është fjala e dhënë në atë kuvend se sa vota në 19 nëntor 2023. Sepse politikë do të më lidhë me fjalë edhe me veprime, jo vetëm me konzum politik, jo me qëndrime politike. Tani, me njerë që LDK-n jënë rritë edhe vazhdojnë me trajtu si jo ideologi, na e kemi LDK-n si lëkur politike, na i na mësu edhe unë jam njerë për atyrme që jam me kryetarin e 4 LDK-s të punu. Po nuk është asma... A, dini për shka po flasim për një partijë që ka pas Ibrahim Rugova kryetar të partijës, edhe themelus. Edhe Fatmir Sejdiu nga dimenzioni historik. Është i njëjti se kryetari i 2 të LDK-s, po konë kryetari gjatë kohës që pavarësia e Kosovës ka kalu. Presidenti i Republikës o konë. Edhe Isa Mustafa konë kryeministri i LDK-s që si lider, është dalë, është ndërtu, ka nivellit tilla tani. Tani është kryetari 4 i LDK-s i cili po punon me rikthy LDK në ato nivele të përfaqësimit politik në nivel të Republikës. Qartë. Lumir Abdigjiku. Zoti Aziri, megjithatë, lideri aktual, Zoti Abdigjiku, me gjithë respektin sepse une i qmoj njerëzit të cilët i mbrojnë institucionet demokratike sistemi dhe mbrana partijës vet, ai po kërkon ligj, po kërkon, do më onë, instancave të shtetit për ju beson me a besu ligjit. Këtë instancat e partisë për ja beson ligjit, edhe policisë, si Kujtimi, si Lumiri, si të tjerët. Dhe në këtë rafsh unë mendoj që është bon mirë, është vepru në shërbim qytetarëve të Kosovës. Por, t'i akuzosh që janë të sinkronizuar nga një qendër, nga Vereja në këtë rast. Ish kryeministrin që ju e thabu, vetë e thatë 2 herë. Një herë i nominum, një herë kryeministër. Ish shefin e grupit parlamentar, Arben Gashin. Pastaj Armen Zema ish ministër. Pastaj kush është tjetër?
dhe ti gjush këta si njerë që po punojnë kundër interes